Se nuk do të shikoj nga vetvetja, nëse nuk do ketë kurajon të thotë që vërtetat e beta, nëse nuk thotë që po, unë i bëra këta. Kisha qeverinë përballë që bëre 1, 2, 3, 4. Unë munduam të bënim këtë. Do shtova ke kjo pika, unë iki. Vetëm kështu mund të hap një rrugë e fortë dhe të paktën demokratëve, ata të cilët janë aty bashkë të paktën nga fillimi me idenë se nuk do ishin me një parti që vinte nga diktatura, nuk mundet të përfundojnë me gjuhën që ne ishim fëmijë dhe thonin po vdiqëm veri kush do vi. Zot tot më po iku ky dhe nuk do vi, domethënë. Ta lëmë partinë të lirë të humbi, të rrëzohet, ngrihet prap, sepse vetëm ashtu mund të ngrihet dhe të jetë vërtet dhe njerëzit besojnë që një leadership e ka fituar vetë betejën. Unë e kam votuar, por po të them gjë, për të kuptuar kohën e vet, për të kuptuar atë kohë kur ne besonim që ishte në rrugën e dur për të ndërtuar një parti demokratike, që do një shtet demokratik, do një komunikim demokratik, po jo një njëri që nuk kupton kohën e vet. Dhe, domethënë, pra politika ka shanse ti mund të jesh njeriu më i mirë në botë, por s'ke fatin për të fituar. Dhe bota ka këtë lloj leadershipi që në momentin që ti nuk fiton, i hap rrugën dikujt tjetri, qoftë edhe për të ndryshuar mentalitetin. Tani çfarë duhet ndodh më? Sepse ke bërë gjithë krenari Nenin Basha. Ke thënë gjithë krenari Nenin Basha. Dhe unë e them prap, të gjithë ta mund i thonë, Sali Berisha, ke meritat e tua në demokracinë shqiptare, ke bërë 1, 2, 3, 4. Ke shumë të drejtë kur rreshton të gjitha shkelet që mund të ketë bërë qeveria. Jo aq sa thua ti, jo aq sa thotë OSB-ja, mund të ketë më shumë. Po të lutem shumë, statuti s'ka shkarkuar. Statuti me cilën i krenuar vet, të ka shkarkuar. Pra, duhet të kenë kurajon për të thënë, nëse duan demokraci të brendshme. Përndryshe, do rrëzojnë gjithçka për të cilën Berisha erdhi. Ja tha, do unë bëj bashkë opozitën, se bëri, unë bëj bashkë, domethënë, unë mund Ramën, se bëri, unë nuk rri, domethënë, po të vendos demokracinë e brendshme me çdo lloj vendimi, nuk e bëri. Atëherë, por çfarë duhet mbështetur një leadership kur nuk bën atë që thot vet?